Këngëtari italian i propozon ish-banores së Big Brother VIP 2, modelja tregon unazën. Ish-banorja Big Brother VIP 2, Jori Delli, ka zbuluar përmes një postimi në Instagram se partneri i saj ka propozuar për martesë. Modelja e njohur ka ndarë me 554.000 ndjekësit e saj disa fotografi nga ky moment i veçantë për të. Albumin fotografik e ka hapur me një foto ku shfaqet me këngëtarin italian teksa ky fundit e puth në ball. Në një imazh tjetër, Jori ka treguar edhe unazën që Frede Palma i ka propozuar, si dhe ka zbuluar ambientin e veçantë që reperi ka zgjedhur që t'i propozoj. Përgjithmonë, ka shkruar Jori bashkangjitur fotove që menjëherë moron mira, pëlqime dhe sigurisht urime të shumta. Megjithse lajmi është bërë publik vetëm sot, një shikim i thjesht në rrjetet sociale sugjeron se propozimi mund të ketë ndodhur pak ditë më parë gjatë pushimeve të çiftit në Maldive. Aty, ata duket se kanë shijuar momente të qeta dhe intime larg syrit të mediave, duke zgjedhur momentin perfekt për të bërë publike fejesën pas rikthimit. Ky hap i ri konfirmon lidhjen e fortë mes dyshes që ka fituar simpatinë e publikut jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Itali.